لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta që të mësojmë nga libri i Allahut, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke i shoqëruar me komente dhe shpjegime të dietarëve të muslimanëve. Jemi në tefsirin e ajeteve të Zotit. Kemi ngel në surën Ali Imran tek ajeti 144 nga kjo sure begat e Allahut subhanahu wa taala, dhe thamë se në surën Ali Imran zakonisht i kemi kaluar ajetet jo në mënyrë të hollësishme sikur që kemi bërë në surën Al-Baqara, përveç me përjashtime ku ndonjë kuptim apo ndonjë ajet ka ardhur më detaj në këtë surë se sa në surën Al-Baqara. Dhe për këtyre ajete vëzhgoj është edhe ky ajet. Andaj kush e përcjell me mushaf apo kush është duke e përcjell vargun e din se për çfarë po flasim. Në surën Ali Imran, në ajetin 144, zbret kjo sure dhe ky ajet për të udhëzuar sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam për menaxhimin me krizën e humbjes së betejës në Uhud. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ballafaqohet me paganët në Bedër dhe e fiton luftën. Dhe pastaj pas 2 viteve diçka, në vitin e 3 të Hijretit, në muajin Shawwal, ballafaqohet në Uhud. Mirë po, e humb luftën, e humb betejën, dhe normal se humbja e betejës shkakton dhimbje tek muslimanët. Dhe ka ndodhur një varg ndodhish të cilat i kemi përmend, për tyre është edhe bërtitja apo abuzimi i shejtanit me emrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke përhap në mesin e njerëzve se Muhamedi sallallahu ka ndruar jetë. Dhe kur e marrin vesh njerëzit se pejgamberi sallallahu ka ndruar jetë dhe është vrarë, dobësohen dhe likështohen. Andaj për ta forcuar zemrën e muslimanëve, Allahu subhanahu wa taala e merr këtë skenë ku muslimanë dobësohen dhe Allahu xhelel xhelalu u alen pezull muslimanëve këtë ndodhi, nga sa ajo do të ndodhë një ditë. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot në ajet: "Wa ma Muhammedun illa rasulun." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është tjetër po si dërguar. Pra, vërtetim i domethënies së mesazhit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra mesazhi është ai për të cilin ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe atë moment që kryhet mesazhi, ju duhet të bëheni gati se ai kalon nga kjo botë, sikur që kalon çdo njeri. Thot Allahu xhelel xhelalu: "Qad khalat min qablihi ar-rusul." Shumë pejgamber kanë vdekur para tij. Pra i përgatit Zoti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithëse në këtë rast s'ka vdekur, por do të vdes rast tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Afa imma ta aw qutila qalabtum ala a'qabikum." Thot Allahu xhelel xhelalu: "Nëse vritet, nëse vdes Muhamedi alayhis salam, apo vritet, çka keni me bëju?" Pra nëse vdes apo vritet, pra njëra mbi dyave do të ndodhë. Çfarë do të bëni ju? A do të alini rrugën e tina dhe do të dezertoni në rrugën e juve? Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'a." E ai i cili e lën rrugën e Zotit dhe merr një rrugë tjetër, Zoti nuk i bën dëm kurrë. Allahu nuk i bën dëm kurrë. Wa sayajzillahu ash-shakirin. Allahu njerëzit që do të çndrojnë në rrugën e Zotit, falëndërues, mirënjohës, Allahu do të shpërblej ata me të mirat e veta. Në 2 ligjëratat që i bëm për këtë ajet si hyrje, thamë se në këtë ajet do të mësojmë një varg meselesh. Për e tëre, e që është më e rëndësishme, cila është ndarja në mes mesazhit dhe bardhësit të mesazhit. Pra, sikur që e qujtëm në ligjëratën e kaluar në tefsir, manaja dhe domethënia dhe koncepti është ajo që duhet ta udhëheq dhe ta udhëzoj njeriu, jo bardhësi. Apo, jo bardhësi. Pra, çdo sen Zoti i ka caktuar bardhje dhe kallup. Mirë, po kallupi është sa për ta bardh. Ajo që ka synohet është ajo mrenda, ajo domethënia e kështu me radhë. Andaj na për ta kuptuar më thjesht,
na nuk e kemi pa pejgamberin alayhis salam. Nuk kemi jetu me ta, apo nuk e kemi prek dorën, se kemi pa gjallë. Mirë po i besojmë se është pejgamber. Andaj kur thojmë eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, dëshmojnë se Muhamedi sa më i dërguari i Allahut. Nëse do dikush po ku është ai, themi ka vdek. Çish dëshmon se është i dërguari i Allahut? Nga se domethënia, vini re kësaj, domethënia, mesazhi, nocioni, koncepti vazhdon me kante ai. Për këtë arsye vëllezër, muslimani duhet nëpërmjet këtij ajeti të mësohet që gjërat i lidh me domethënien e veta, jo me çënjet e veta. Apo ti kur e lip kështu, kur i thu dikuj ma jep një gotë ujë, ma jep një gotë ujë, apo a e ki për qëllim gotën a ujin? Askush nuk e lip gotën si gotë, apo se ti gotën nuk e pi, por e pi ujin. Pse thu ma jep një gotë ujë? Sa shumë ta be ujin, qysh me ta bru ujin? O du me ta bru një gotë me ujë, e merë ujin e le gotën, apo e tani shumë prej gjërave, apo janë të ngjajshme. Ti e synon ujin, ti e synon atë branchman, me gjithë se kur e lip pa tjetër është me ta pru një kalup. Dhe pasaj kjo gotë e ujit, të cilën ti e lip kur thu bema mas janë një gotë ujë, qëllimi është e ujë. Apo nëse gota shumë e pastër, ujë o indit i pa pastër, a e pi? Jo. Me ta pru me gotë ma të mirën gotë në botë, e më vjen dikush thot i helmumo ujë, i ndito ujë, nuk e pi. Mirë po nga ana tjetër, edhe uji i pastër me qenë, mirë po me qenë gota e ndyt, apo jo e pëlqishme për tyje, jo e hishme për ty, ti thu, me gjithë se uji ashtë i pastër, po së ne pin këtë gotë. Dhe kjo vëzë që kjo mes ujit pastër dhe gotës, njerëzit ndahen në këtë dunja. Shumë për njerëzve kapën për gotën, apo dhe harojnë ujin. Dhe shumë të tjerë gërditën nga uji shkaku i gotës, me gjithë pastërtine e ujit. Andaj Zoti jon te bareke ve teala kur i dërgon pejgamber të nderuar xhamat, se ta kuptoni këtë. Kur i dërgon pejgamber, se ta kuptojnë. Dhe shembullin e ujit e ka sjellë Allahu në Kur'an. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara aw kasayyibin min as-sama. Shembulli është i pejgamberit sa si shembulli i njëri i cili ka ndezë në zjarr, apo shembulli i shiut. Dhe shembulli i ujit Kur'an vjen shumë. Tani pejgamberi të Zotit kur i dërgon Allahu subhanahu wa taala, për qëllim çfarë është për njerëzve? Që ta marrin mesazhin e pejgamberit alayhis salam. Që ta marrin mesazhin e pejgamberit alayhis salam. Dhe Zoti i Madh te bareke ve teala i bën pejgamber të këndshëm, të hishëm, pashëm, burra, fisnik, gjymert me karakter, pra ky kallop i pejgamberëve në këtë formën më të mirë, për çfarë është për qëllim? Kur ata në fund kanë mendruar jetë që derisa të jenë gjallë, të mirët mesazhi më lehtë prej tina. Që të mirët më lehtë prej tyre. Për këtë arsye vëllezër, ne si musliman duhet të ndajmë këto gjëra, që të mësohemi të shohim gjërat në hakikatin e vet. Edhe pse i lipim me kallop, por çështja është çfarë? Çështja është që të arrijmë deri tek domethënia. Ana vëllezër, thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammedun illa rasulun", nuk është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pos i dërguar edhe para ti ka pas të dërguar të tjerë, nëse vdes apo vritet, a do ta lini rrugën e tina. Allahu subhanahu wa taala vëllezër ka bërë që të vërtetat të jenë në domethënien e çështjeve dhe jo në bartësit e çështjeve. Dhe kjo është ajo të sem po mundohemi ta bëjmë të qartë, dhe kjo duhet vëllezër të merret konsiderat. Kriteri me të cilin vlerësohen gjërat janë çfarë? Domethëniet e saj. Domethëniet e saj. E jo çfarë? Çënjet e saj. Do të bëjmë disa preshëm, do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala. Andaj prej gjërave që Zoti jon te bareke ve teala i ka vërtetuar hakët në këtë dunja, çfarë janë? Fjalët. Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet fjalëve dhe shprehjeve dhe manave i ka vërtetuar të vërtetat dhe i ka zgjusuar të kotat. Dhe si cilës prej të vërtetas dhe të kotës i ka vënë kallop. Apo i ka vënë kallop. Kallopi është sa për ta bajt, mirë po kuptimi është në vetë të vërtetën. Dhe me këta dhezër janë da njerëzit. Andaj në surën El-Enfal, kush do me përcjell me Kur'anit e hape surë Enfal, surja e 7 ajeti i surja e 8 ajeti 7.
Hape me musaf nga se kime përnejnë dhe se mënyra më e mirë për t'i kuptu domethënjet është me e shkue në gjetjen e domethënjeve në Kur'an. Në surën Al-Anfal, e cila sure është sure e cila pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka zbrit në Medinë dhe ka trajtuar një varg meselesh, prej tyre është edhe lufta e Bedrit, ku vinte lufta e Bedrit me lenin Allahu te bareke ve teala. Shikoj dhe zër, kallopi i luftës Bedrit, cila qenja, objektet në surën e Bedr, në ngjarjen e Bedrit, surën e Anfal, çfarë na tregojnë? 1300. 1300. Pro bartësit e të kotës janë konë ma shumë, bartësit e të vërtetës janë konë ma pak. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë që ta fitojnë luftën. Për çfarë arsye? Vinin e vëzër, që ta kuptojnë pasaj luftën e Uhudit. Në luftën e Uhudit muslimanë janë konë ma shumë dhe kanë mendu që kanë me fitue, sepse na e në numër ma shumë, janë konë 3000. E 3000 e në Bedr 300. E të dhimi shumë i madha. Me gjithë se në Bedr kanë fitu, në Uhud kanë hum. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron që të vërtetat ngritën. Vërtetat, haku su hak të ngritët, pavarësisht se kush është duke e bartë ata. Për qëllë në vëzër në surën e Al-Anfal, e lexoni këtë të shpia, por e lexon surën me këtë kuptim, që ta kuptosh më mirë. Ndryshe është kur e lexon surën me një adres, me një kërkim të veçantë, dhe kur e lexon ti surën dhe nuk e di çka do bëu Allahu. Surja Al-Anfal e ka lexon surën luftën e Bedrit. Pra, e hap surën e Al-Anfal, surja 8, edhe te e kin mene. Që këtë surë Zoti ka më kallëzuar çka ka ndodhur në Bedr. Dhe tash ti e lip çdo sent çka ka ndodhur. Ti Bedrin e ki parasysh çka ka ndodhur. 300 veta i kanë fituar 1000 veta. Edhe tash çdo ajet çka e lexon, ti e kupton në hijen e asaj se është komentim dhe udhëzimi luftës së Bedrit. Vjen re çka thot Allahu te bareke ve teala. Fillim, yesalunaka anil anfal. Qul al anfalu lillahi war rasul. Të pyesin ti o Muhammed, të pyesin për plaçkën e luftës. Ajo që ka mbet pas luftës. Por pas betejës merret plaçka e luftës. Dhe kjo ka të bëjë me betejën, vëllazër. Dhe nuk ka të bëjë me ato njerëz të cilët vjedhin edhe pastaj argumentojnë me fjalët e Zotit në mashtrim dhe korruptim. Mirpo Zoti nuk mund ta korruptojë. Vazhdojmë. Thot Allahu te bareke ve teala, besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur ju përmendet Allahu dridhet zemra. Dridhet zemra, pastaj thot, të cilët e falin namazin, e japin zakatin. Këta janë të vërtetit në besim. Ulaike humul mu'minun. Këta janë besimtarë të vërtet. Vini re vëzër, kema akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Shikoni vëzër, kjo bil haqq shumë më rëndësi. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Anfal ajeti 5. Ty të ka nxjerr Zoti jot nga shtëpia jote me hak. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka dalë në Bedër me paramendim për luftë. Jo. Ka dalë me supozimin që t'u kthen muslimanëve pasuritë e uzurbuara nga paganët. Nga se kanë ardhur në Medinë dhe një numër i madh i parëve të veta, paganët ka thonë se ajo jap na parët e juve. Për shembull ti më shku në gurbet, edhe ke lënë parë këtu. Edhe mi thonë shtëpisë, bëmi parët, unë kam lejtu që dërgon. A do më thonë jo, ja këtu vjen as ka. Dhe shumë për muslimanëve kanë met pa para, parët i ka pas në shtëpitë e veta. Dhe kjo kon ideja. Mirë pa Allahu xhelala ka realizuar diçka tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe një numër i besimtarëve s'kan pas dëshirë që të realizohet lufta kështu më radh. Thot Allahu te bareke ve teala, yujadilunaka bil haqqi min ba'di ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al maut. Të kanë polemizuar në të vërtetën pasi që është të bërë e qartë dhe kanë qenë sikur duke i dërguar drejt vdekjes dhe duke e shikuar ata. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, thot idh ya'idukumullah, e Zoti ju ka premtuar juve. Çe ju ka premtuar? Ose arrini pasurit, ose keni me arrit me fitue diçka tjetër. Çka është më e madhe se kjo? Dhe ajo është se në luftën e Bedrit është bën ndryshimi i historisë së Islamit. Pi paganizëm ka marr historia islame, ka marr historia e njerëzimit drejtimin islam. Dhe s'ka mujt kërkush më me hek ata. Vini edhe tani këtij ajetit. Ajeti 7 surën Al-Anfal. E kjo është ajo që po bëm. Ndallimin mes bardhjes së vërtetës dhe të vërtetës. Me çka e ka realizuar Allahu subhanahu wa taala të vërtetën?
megjithëse sahabët kanë luftu, sahabët kanë sakrifiku, pejgamberi alayhis salam ka luftuar, ka bëu dua, kanë qenë pak. Dhe krejta llogarit dhe hesapët janë me hub luftën, por ata kanë fitu. Për çfarë arsye? Që ta kuptojnë një mesazh. Thot Allahu subhanahu wa taala. Thot: "Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin." Allahu do që yuhiqqa al-haqq, hakin ta ban hak, të vërtetat i bën të vërtetat, ti nxjerr në pa të vërtetat, të dalin shesh të vërtetat, të del gjithçka që e vërtet në pa. Apo, andaj Allahu xhelle xhela në luftën e Bedrit i ka bërë muslimanët ta kuptojnë se shiko, kur do Zoti më bëu diçka e ban. A jeni 300, ajo nuk ka marrë, ajo relativo, ajo e ke marrë sebepin. Do ta shohim se kur s'don Allahu subhanahu wa taala 3000 u kot është. Andaj krejt çështjet janë në dorën e Zotit të Madh te bareke ve teala. Yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Bini resaj shpevë. Bi kalimatihi. E Allahu dashti që e vërtetat venen vend me çka? A ka thonë bisujufikum, au bi quwwatihi, au bi jabarutihi. A ka thonë Zoti, vini revizor, veç lexoni çka jetë, edhe veç të fjala bi kelimatihi, veç supozoni një llaf tjetër. Për shembull, Zoti ka dashur që të vërtetën ta nxjerrën pa me shpatë. Saktë. Ata me shpatë kanë luftuar. Veç lexoj kështu, dëshiron Allahu që të vërtetën ta nxjerrë në pa me kuvetin e tij. So kuvetit. Nuk ka kuvet. Dëshiron Allahu subhanahu wa taala ta nxjerrë të vërtetën me çka? Krejt çka të supozosh ti, saktë. Çka ka thënë? Me fjalët e tij. Me fjalët e tij. Pse edhe me fjalët e tij, çashtu Zoti ka dashur. Se e vërteta ndomethënie. E vërteta është ndomethënie. Jo rastësisht, edhe kur e kanë hub luftën, Allah ka thonë ju prap fituesini. Pse? Se ka fitu domethënia. Ka fitu domethënia. Andaj atë moment kur banën debat me Abu Sufjanin, apo Omar ibn Khattabi, ai kur i thonte Abu Sufjani, a o gjallë Muhamedi, a o gjallë Ebu Bekri, a o gjallë Omeri, apo? Dhe çka ju tha vëmsam? Shuj. Strategji lufte. Dhe kur than ata u'lul hubal, apo sikur që na thonë Allahu Akbar, ata kanë thënë Zoti jona Akbar, letjet i lartë. Ata ka thënë vëmsam, përgjigju tash. Allahu maulana, Zoti jona kujdestari jon, Allahu kujdestari jon, fala maula lakum, ju s'keni kujdestar. Shikoj vëzër, që kjo është yuhiqqa al-haqqa bi kalimati. Zoti don me fjalët e veta me e çun vend vërtetën. Andaj vëzër, shikoj, musliman kanë kaluar për kriza të ndryshme dhe na kemi përmend shpesh ta kuptojnë vëzër. Shikoj vesh vendin ton. Vendi jon ka kalu komunizëm. Vendi jon ka kalu komunizëm, ish Jugosllavia. Shqipëria ka kaluar Enverin, apo ish komunist. E ka bllokuar shtetin e vet në ateizëm dhe komunizëm, diktator në nivele botërore i njohur. Njëjtë edhe te na, në vende ndryshme ala ka diktaturë e kështu me radhë. E tani pavarësisht se edhe te demokratët ka shumë diktaturë, por nuk ka tema jon. Ka kaluar Islami musliman në për diktat. Zguzon kurkush me bozon. Zguzon kurkush me menush ka smenon krijetari. Pik. Çfarë thoj ai pik? Apo megjithatë Allahu ta kish bërë që e vërteta me hec vetëm nëpërmjet bardhësve dhe muslimanëve ish nal në komunizëm, u krimo, ishte shujt Islami. Ama Allahu thot wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi. Ama Allahu e ka bërë ligj që të vërtetat kanë me kalu me llafët e Zotit, me fjalët e Zotit. E fjalët e Zotit, a më nal dikush? A më nal fjalën? Apo andaj për shembull, krejt mundesh më nal. Për këtë arsye thotë Muhammed el-Ghazali rahimahullahu taala, thotë ne kur flasim për fe dhe argumentojmë për fe dhe sjellim prova për fe nga libri i Zotit dhe sunetit e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe nga ajo që Zoti na ka falë për arsyeve të shëndosha për ta vërtetuar Zotin e Madh te bareke ve teala dhe pejgamberin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, thotë ne nuk e kemi për qëllim që ta bindim gjuhën e insanit, ne e kemi për qëllim ja bind brendin. Pastaj a kallzon ai ajo a meselë tjetër. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala si shëronte dhimbtat e pejgamberëve kur ata se pranonin të vërtetën. Çka ju thonte?
Pejgamberi selam kur e shifte që s'po pranojnë që e vërtet ç'ka shkapetot ky, i dhimbte, se besë për pranon kjo e vërtetë, unë jam pejgamber, Zoti i Madh është hak, dhe kjo shkakton të dhimbta. A keni po njëri kur ja mohon hakin, të drejtën, e dhimbto, shkakton dhimbta. Dhe njëti ka ndodhur Musa alayhi salatu wassalam, ai dhimbte pse s'pe pranon. Unë gjithë argumente i kam. Çka i thon Allahu subhanahu wa taala? Si qetson pejgamber? Ha? I thonte fa innahum la yukadhibunak. Ha? I thon Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë, ato nuk po thonë që ti i turrejt. Ato ti po thonë që i turrejt, pa ato ti në realitet s'kan problem me tije. Ai ka problem me domethënien e të vërtetës. Se faraoni edhe Abu Jehli, çka e ka pas për qëllim? Kur i ka thonë pejgamberi sa rëndës, se me bo ti me kon drejt unë si as faraon mo. S'muj kështu. Me kon ti në hak, unë i beqi me radhë në tokë. Andaj Abu Jehli ka thonë, unë me inë fe, i bi me Bilalin vlla, barabar, s'muj unë. Andaj shumë prej njerëzve, ai nuk e thot ata, thot unë me ja pranu këti, na? S'unë ja pranoj. A nështë mire ka, po s'unë ja pranoj Allah. Dhe plot njerëz janë qështu. Dhe shka i thënë të Allahu subhanahu wa ta'ala, fe innahum la yukadhibunak, o Muhammed, se janë të thonë ato, se kanë problemin me tije. Walakin adh-dhalimin bi ayati Allahi yajhadun. Ato me Allahin ka problem. Ai kur ka njëri problem me Zotin, ti çka ki me botin, apo? Andaj i tha Allahu subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salatu wasalam për faraonin, ha? Wajahadu biha. O Musa, tha ata janë ti mohu ajetet, janë të ti mohu kej faktit. Çka i ka pru Musa i ka thonë, ja, nuk ka argument kjo. Si e pejgamber, i nuk ka Zot, këtu më radh. Allah i tha, ato janë të mohu me gjumë. Ha? Wastayqanatha anfusuhum. Po pimrena janë të besua. Kjo vëzër shumë anësi. Edhe të neve vëzër, kur njeri ju bën që them ne thirin islam, davet në islam, apo thot, pa ma kis pe pranon. Jo, qa jetë menuti? Ka me ardhë dikush, ti e vlat me pas, me e binë, thot, sile pështilë s'ta pranon, nuk ta pranon. Qka? Gruje ki, i be faktet, apo krejt, ke qka dush bani? Thot, po ama, s'ka është bashkë fajtor komplet une. E kështu më ra, pse? Qështu insani ha? Insani është mohus për nga natyra, ta manë me njëherë. Dhe që ka ndodhë zër? Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala për Firaunin, gjahadu biha, i kanë mohu argumentet. Dhe sa njëri thotë, jo, ave saktë, kur gjasë kjo. Wastayqanatha anfusuhum. Thotë Muhammed al-Ghazali rahimahullah, qëllimi është bindet në menja njerit. Ka njeri ku shkon të shbija, thotë, mire pat ki, dhe së nja pranojme. Para më vëzër ti, ka njëherë veç për mesmetëra nami se pranon. Kur të gjonë sup, as euro, as dinar, as kur gjonë. Ti jeti njëti jetë, mi a pranu dostitan, apo kolegës tan, apo kujdi qka, i njëti jetë. Kur gjonë sup, o ma thu, jo be, ki po më kalzojka. Veç për shketa, jo be, ki po më kalzojka, jo be, ki e pas kam su ma mirë se one, ti për që ta si a pranon. A kësë hup kur gjonë, para me noj shka hup, para me përshemu njëri a bozit në altë. Dhe me thonë, shemull, hoxha e ka mirë. Me pas hoxha mirë, du të milon këtë sene, shmujme, se ka mirë. Për këta që vëzë, mësë mendoni se shumë për njerëzve në brendit e tëre nuk e njojnë vërtetën. Hasha, Zotë, a di me qka argumentohet Sheikhul Islam Taymije dhe para tina Ebu Hamid al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala. Me qka ne e dim se njerëzit janë të kuptu të vërtetën, po s'podojnë me ndjek, me qka e dim? Dhe dikush, pika për diti ati mrejna që ka. Ma e të koranore. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Dhe më madh se ka cilë dhe zër. Mos me kanë që e njohin të vërtetën pi mrejna xhenemi smushut. Sa i budalli be. Budall nuk dënohet. I çmenti nuk dënohet. Po dënohet ai i cili kupton dhe e refuzon. Mirë, po cili është obligimi jon? Obligimi jon si musliman është me e shfaq të vërtetën. Mënyrën më të mirë, pastaj gjua e njerit e pohon, refuzon, konfirmon. Ja, meseli atina. Çka duhet na brendin me abind? Sa njeri tyje pi mrejna thot, qashtu. Apo, ama në Facebook thot, gabim e kije. Pse? Se është pun statusësh, pun pozitash, pun nami. Ja, tysh. Pa këta që Imam Bukhariun e kanë vetë, rahimahullahu ta'ala, ka thonë, kur bëhet njëri imam, djetar edhe imam. Në atë koha imam i bje hoxh me status alemanal. Të na imam është ka i falë namazët. Ta ato imamo i prin këtë o gjallarve. Ka thonë nuk bëhet njëri imam dërsa ti plotësoje tri kushte. 33 kushte. Ka thonë me mësu e ilmin pe ati cili jo më i madh se ai, ma plak e ma i dishëm. Apo? Ka thonë dhe këtu njerëz dhe kanë let. Hoxha si tjetë ma i dishëm, ata s'ka lidhe.
Ka thonë pasaj me mësu pi kolegët vetë, mocanik e ki. O ma i ka thonë zoti më shumë, ti thu, shkam që mocanik o po ma, du të me mësu pi ti. Ka thonë dhe e treta ma e fështira, ka thonë me mësu ma ati cilja ma i risa aj. E kjo është ala maran. Apo? Për këtë arsye dhe shiko, e vërteta duhet mësohet si e vërtet çashtu qysho. Pavarësisht a e bartësi, tamam çish duhet apo mangson ta apo e cakton. Thot Allahu te bareke ve teala, yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi. Allahu subhanahu wa taala e argumenton dhe e vërteton dhe e shfaq të vërtetën e vet me çfarë? Me fjalët e tina. Me fjalët e tina. Andaj vëzë na çtu çka bëjmë? Të vërtetë si të çarojmë. Ju çka i dunguar? Në gjuma shka ngon. Në libër çka lip? Fjalë ti lip. Andaj shiko kritesh me fjalë. Gjëja e parë që i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wasallam, cila ka qenë vëzër? Çka ka qenë? Fjala. Iqra, lexo. Fjalë e urdhëruar me mbledh fjala la. Nëse fjala iqra, qara, çka është? Me mbledh shkronja. Fjala e parë i ka zbrit, urdhri i parë i ka zbrit fjalë, dhe në këtë urdhër, në përmbajtjen e këtij urdhri ka mbledhjet fjalëve. Pra, me fjalë ka nis, me fjalë ka kryer. Insani çish në Islam o vëzër? Thot dikush po du me në Islam. Çish me hije? Me fjalë. Çish del? Me fjalë. Me çka e përfundon insani këtë dunjë? Çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Kush do që fjala e fundit, fjala e fundit e tij është dëshmia la ilaha illallah në xhenet. Allah na mëson ya rabbul alamin. Çka do të thotë fjala? Më për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam hadith. Njani pi njerëzve e fol një fjalë 70 vjeshta hin xhenem, 70 vite. Kisja ka nu menën kësaj fjale. Se ka nu menën. Një tjetër e ka dhënë një fjalë tjetër të mirë, të vërtet. Ha? Ngritet 70 pozitat e Allahu subhanahu wa taala se ka menuar që çaq e madha. Komentator kanë thënë çish mundet njëri me të folë një fjalë, edhe nuk e di çka të thonë, edhe hin xhenem, ka thënë dietar, jo, nuk është që ki nuk e di çka të thonë, po nuk e menon çast të madhe. Apo, po ajtë se si thash pa le çka unë, pse e ranova pak. Po më hin xhenem. Hin xhenem, 70 vjeç ta kije. Një tranume. Thot Aisha radhiyallahu anha, ka një njeri dhe e kanë pyetur Aisha radhiyallahu për disa gjërave. Dhe në çdo rrethan që ata kanë mësuar diçka për pejgamberin alayhis salam, tan jetën ju kanë më të mësojmë ajo. Dhe i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ka thënë mos i përkeshni njerëzit as me gjeste. Apo se ka gibet me fjalë, ka gibet me gjeste, me si, apo humeze, lumeze. Apo edhe ky, ky. Apo sidomos për shembull ku njerëzit janë dosta, apo dhe i kanë me ato me koda. I kanë ato lëvizjet e gjesteve të çineve të durve, i kanë me kode. Dhe veç vetë dëshifrojnë ata. Dhe vjen dikur për shembull ato bëj mesi, apo? Dhe ajo është me ana e keqe. Thot Aisha, mos i përkashni njerëzit. Se mua pejgamberi sa shumë ka çortu për këtë punë. Thot një ditë për ditëve ka ardhur njëra prej grave të pejgamberit alayhis salam. Thot veç unë i kum bën me shenjë, kjo e shkurta. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me mor çka fjalë ja Aisha me gjujnë ndeti pelim e bën. Edhe ka thënë transmetim, laqad ikhtabtihi, ti e bën gibet ata. Fatahallali libi allalluk. Ha, çai thon muhakat me emitu, apo? Me emitua, me aktrua gjesin e tjetër kujna. Sikur që plot me njerëzve, kënaqen, apo? Madje edhe kur i transmetojnë gjërat, i transmetojnë me imitim. Dhe kjo problem o vëllezër. Ti e ranon ata. Përveç kanë ndonjë dietar në sa razime ta. Atë po. Po ndonjë njerëz nuk kanë razime me imitu tjetrin. Andaj, njëra prej gjërave që duhet ta mësojmë te kjo ajet ve ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, cila vëllezër është se të vërtetë Allahu subhanahu wa taala i ka bërë me çfarë? Me domethënie dhe jo me çënje. Tani vëllezër kur jemi tek kjo ajet, njëra prej mësimeve që kanë dhënë dietar, cila vëllezër është se njeriu kur i ndan çështjet me domethënie, ha? Duhet t'i afrohet atyre që t'i shen. Dhe sa ma shumë që njeri afrohet gjërave, i bëhet të qartë realiteti asajna. Apo? Sa ma shumë që i afrohet asajna, i bëhet ma e qartë qka është. Andaj t'i e shë për shemë njeri unë dhe zërë. E një qështje, kur i afrohet asajna, s'ka qështu. Apo? Vini dhe zërë, të gjithë të qështjet që janë të vërteta, sa ma shumë që i afrohesh, sa ma shumë e kupton të vërtetën e asajna.
sa janë qashtu. Ha? Përveç rrenës. Ha? Vini dhe zë. Sa herë që njeriu, ha, është larg të vërtetës, i duket e vogël. Tu afrohe, për shembull dhe zë, dielli është i vërtet, dielli i vërtet, krijesë e Zotit. A duket e vogël? E vogël, se pikëtu ai shumë larg. Nëse e ngushtojmë hapësirën mes neve dhe diellit, kush rritet? Ha? Ti zvoglohesh, ai rritet. Sa e vërtet. Merë këtë pozicion. Por neve dielli me durë zojnë, apo? Shtu e zë. Ama kjo pësa është ajo larg. Vini dhe zë. Sa më shumë që i afrohesh të vërtetave, ato zmadhohen. Sa e vërtetë, edhe është edhe më qartë. Apo, për shembull, qilla, pjesa e qillës për tyje. Pjesa e qillës o për ty e vogël që sa që ati jetë duket. Mirë po, kur hip në aeroplan, thu, kështë shpjejme sa e vogël. Dhe ti i vogël në realitet. Kur ju ke afru e qillës, ajo është bo, se ti e ki pa hakikat ishtash. Sa ma shumë që ju afru është vërtetave, ishe më qartë. Apo, përveç, cilës vëzër? Përveç rrenës. Rrena veç pilarg është qëfar? E madhe. Kur i afrohesh, rrena, s'ka në kërgjë. Edhe njerë vëzër. Sa më shumë që i afrohesh të vërtetave, ato zmadhohen. Dhe për shembull të e ki qillën dillën. Ti duke tu, sa e vogëla. Apo, tu i afru, ka dale dhe se u bon zetë. Mi u afru ala të shkrin, sa shumë e madhe. E mirë, supozoje një vend tjetër. Supozoje rrena. Rrena ki po njerë duke të madhe. Gjitha ju fjale pas ka thonë. Tu i afru të vërtetës. Tu i afru asaj vendit ku është nxerr rrena. Tu e pa shkën të zvëglu. Po s'ka në ka që shtu heq. Për këtë asyjo dhe zërë, shiko. Kër e kanë bo biftan Aisha radhiyallahu anha, apo rrena, ajo kone madhe se kon pilark. E kër jo kon afru të vërtetës, jo rren ka në kon. Rren ka në kon. Ka dali vogël munafiki. Se për këtë rrejt. Për këtë asyjo dhe zërë mërë në liqë, nga kuptimi do më thënjeve. Të vërtetave, kur t'ju afrohuni, është sa e madha. Këti po një vizër, sa më shumë që njëri e mësën Kuranin, që kjo fjallë është për Zotë. Shmund që kjo mësë më kanë për Zotë. Sa më largë lethu, po shave Kuran. E kam lezu, këni pa plot dalin televizor, pa e kam lezu, po thëtën e Kuranin, s'ka kur gjanë ta. Pse? Se që ka afruhe. Nuk i ka afru të vërtetës. Nuk e din sa e madha. Edhe e kundër të vëzër me rrenat. Rrenat e ki pa, mediat bombardoj. Ty thu, kur ti shish, kur ti afrosh, u pasin rrenve, s'ka në e vërtet kjo. Për këtë asyë vëzër, gjërat duhet të mësojnë me domethënie. Të vërtetat, sa më shumë që ju afrohemi, halamat mojat bëhen. Andë vëzër ditën e kiametit. Sa më shumë që njerëzit shkojnë ka kiameti. Dhe kur dalë kiameti, dhe kur dalin për para Zotit xhelel xhelalu, dhe kur fillojë llogaria, dhe nis bota e ardhme, ende botë më e madhe. A për këtu thu akhiratve? Apo, akhirat, kur t'ju afrosh e shef. Andë kur dalin njerëzit për para Zotit të bare kjo e tjala, dhe kur ta shohin se me kanë bojnë pun, kej dojnë mjë bo robatina. Ama Zotit thot, ja, është ashja. Unë ju kam lut, ju kam kërkue në Kur'an që të më luteni mua, të më adhuroni mua, e të mani badet. Ama ju kini refuzu, qafirave. Tash s'ka. Pse? Se tash e thot, po, e pash. E pash të vërtetër, ama. Vona. Andë afrohuni të vërteta, ta shifni sa e madha. Por këtë arsye vëllezër, sa më shumë që njerëzit afroheshin nga të vërtetave, ishini sa të mëdha janë ato. Kur rrinin pi larg, apo kur njerëz dëgjoni për pejgamberin alayhis salam për larg, kur afrohet ka dalë. Ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe kur kam rinë Mekë, i kanë thënë oni Muhammed aty alayhis salam, ti mos janë shumë menën sa ai njeri keq. Ban fesad, ban prish njerëz me njerëz kështu më radh. Edhe në rregull. Dhe kur është afruar, çfarë ka bëj? I kanë do pamuk në vesh. Mos tani që për fol ky njeri ka për dallashit. Atëra për një moment i shkon ndërmend diçka. Thot puna po dalljam, ta ngoj vetën. Të fuli vetë me këta, ta shoh. Dhe kur takohet me pejgamberin alayhis salam, krejt ajo çka ai ka dëgjuar prej fjalëve për ta, ka ra. Pse ka thonë këtë çka? A di ju kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam se msi prift. A shka s'ka një për ta? Ki kështu, ki mrat, ki veç. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu
Pejgamberi ka thonë, ullët ti të veni jem këtu nalt, unë e ullë në tokë. Ka thonë, që s'lidhët ma që e kom një une rapak. Vjen një gruje para se me u nejt me pejgamberin e selam, dhe i thotë, ja Rasulullah, nduhet diçka me fol me tyje. Edhe nal në rrugë, edhe fol me pejgamberin e selam, i kërkon atë çka i duhet, dhe më sa me ngon. Dhe kohë e gatë, ki thot me veti, Adiju Ibn Hatim radhiyallahu anhu, thot këshire, që ki mbret nuk ka, se mbreti nuk të nalët tije qështu. Dilbe që t'ja dorën kretarë, nalë me pak, qkelin me kërë ato, Allah. Qkelin ma qkelin komplet me kërë, pse ki thot, a ki pa kur dalin, si uj që i dalin, yk sa të arë kretari. Që ki në mërë hati këta, a pa me mi fol, s'ka mi fol, yk, se ata janë dvegjel, e zmadhojnë vetën me kësi sejnë, Pejgamberi sa nuk ka nevojë me kësi dramatizime me zmadhu vetën. Adiu ka pak që janë kretari, që janë mbreti, ka thonë ka dale. Çikim mbret nuk ka. Çikim mbret nuk ka, Muhamedi sa nuk ka mbret. Pse? Mbreti nuk nalët ti udhës me nal një gruje me fol me tije. E ka kap çike e vogël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, ka thonë hajde me mua Rasulullah. Po du pak për dorë me met. Apo. Po njëri pinëve thonë, "Ego ka dorën ti, po me mua po luçe." Pejgamberi nuk ka ba ashtu. Pse? Sepse pejgamberi nuk ka pas diçka që i duhet për rrenave dhe për zmadhimeve të kota për me zmadhu vetën. Aja ka një madh vetë. Andaj Adiu çka ka ba? Ka dalë se këtë diçka tjetër kana. Edhe pastaj në fund e ka pranuar se është pejgamber. Edhe ka hyrë në Islam. Andaj vëzë shiko, sa më shumë që njeriu afrohet me të vërtetë që janë ashtu, sa më shumë ti që lexon Kur'anin dhe mëson Kur'anin, çfarë thu? Që kjo? Apo, andaj Allah e ka kushzuar kuptimin e Kur'anit se është pi Allahit, jo veç me lexim. A ka thonë Zoti këshire, veç lojasit e marrë veç që janë Kur'an? Ja. Jo që njerja ka shlusinit edhe u ka qarru me ta, që ka besu që janë Kur'an. Qysh e ka kushzu Zoti për me fitu e bindjen që Kur'ani api Zotit? Qëfar ka thonë? E felaje të debberun e lë Kur'an. Në të këshirin pingat, në të afrohet pingat. Në këshire mirë këshire. A nëse se këshirë mirë? Apo? Andë dhe zë shiko, rejna, thamë, duket e madhe pilarkë, kur t'i afromi, s'ka kur gjanta. Sarab, miraj. Apo? A thamë, kur thijën rezet e djelit, në gjade, në tokën, në rafsht, apo t'i thu uj paska. Kur qkojsh t'i thu? Apo? Me veturije t'u shku, mrin të uj, s'ka uj. Uj shka ma natala. Ama detin kur e shep pilarkë, a duket i vogël njerë? A duket njerë i vogël? Po. Kur të afrosh, ka dale se janë isi keri të u boj vogël. Tash keri jam, u boj vogël, ti boj vogël, fillon deti zmadhohet. Qështu janë dhe zë kitë vërtetat? Sa më nga që ju shkone e ma e madhe po, sa e madhe vetë veti. Po sini jotë se a i vogël e ka zvëglue përvesh rrenës. Andaj ditën e kiametit njështë se morin vesh si kur të gjohit s'kanë mo këtë dunia. Këtë rrena Shejtani ka lujt me ta. Allah në lujt nga devimit e tina, ja Rabbal Alamin. Po këtë asil dhe zër, ajo e cila duhet të kuptohet në këtë ajet, është që besimtari ti mëson të vërtetat duke i daluar ato si në fjalë, si në vepra, me domethënie. Me domethënjet e veta dhe jo me qenjet e veta. Dhe ka mundsi njeriu mashtrohet për qenjen. Apo, andaj për shembull, shiko, sa arabët kanë dallime të shumta në përshkrimin e njerëzve. Apo, kanë dhënë për shembull, grua se cila ta merr sinin pilark ndryshe e quajnë. E grua e cila është e mirë pingat, kanë thënë ndryshe janë në emrin. Andaj në kalumën arabët e vjetër, kur janë pyet, se s'kan pas ide fe, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka pyet për gruan, ka thënë gruaja martohet për 4 gjëra, për burkurinë e vet, për pasurinë e vet, për familjen e vet, edhe për fe. Ka thënë ti në mujsh me mor për fe. Mi pas të treja të mira, mirë po, në ta ketë fejen si bazë. Në kalumën çfarë kanë bërë? Kanë thënë mos e martohat gruaje derisa të pëlqejë pingat, jo pilark. Sot plot pitrive që tu mashtrohen. O be e mirë thot mu duk, a keni të pingat mo? Apo, kërë në pingat, thue kulle audhu bi rabbil felak, kulle audhu rabbin nas. Që të rishton ajo? A dhe nuk du të me të pëlqej pilark, o du të me pëlqej pingat. Kur të heken e arsh pingat kret, si të të pëlqej e prap, që të armare gruje. Ama ka mundësi ti natën e ki pëlqej, ditën tutësh. Edhe nuk e njëtë të, a ke vetëja, a ke diçkur tjetër. Qështu janë plot për njerëz dhe zër. Ti thu, a ke vete çaj i Facebookit me hadithe ma jetë po. Ku i ki besillën Allah? A thu ti vazhdimisht pejgamberi sallallahu alajhi po. A një ti ket pejgamber ajo? Por këtë arsye sa për njerëz e pilar thu, mashallah te barakallah. Çu duk ka kita që ka mollën e sahabeve. Si të hesh pak me diçka në karakter deri sjellë, ka dalë Allah. Andaj shiko, kur i afrohesh, dele vërteta.
Andaj një ditë për ditëve e dëgjoj një njëri Omer Khattabi në xhami. Tha filani janë buri mirë. Omer Khattabi tha, a ki argument? Po e mira. Tha, a ki argument? Se kështu që ju e dini që cëllë i mirë duket. Tha, po, kam argument. Tha, kum po të falë. Ja, këtë musliman falën. Tha, sa konë si të na përgjëm u deklaru musliman. Këtë falën. I ka thonë në Khattabi, a e ki kujshi? Pse o dhe zë ka thonë e kujshi? Se ti pi larkë, bolë buri mira. Kur të vene kujshi për dit, o kujshi mobe, o kujshi hekive pak që to, o kujshi të mbengu, shta që mërë vësha e mira jo. Kur të janë ishte të me të hip në qaf, thu o vla, rribe që që larkë se i miri kanë larkë. A më ngat? Jo. Ka thonë a e ki kujshi, ka thonë se kam. Në regu. Ka thonë, a ki do pare me ta? Kishit ki ble? Dhe njëri vëzë kur qitë edhe bleje, dhe ka dalë lo. Se si në në gjami këtu. Abo, du bo të rekti këtu. Abo, vlazën, paguje lo, s'kam e sapë, thot. Ti e sheshtash hakikatin. Abe, o vlaj, ti be thot se unë e ti Ibrahim ibn Adhem të kumë menue. Parën zeri, thot vlaj. Hiç nuk janin. Hiç nuk janin. Bab me të pas, vla me të pas. Hiç nuk janin. Parë, thot. E Omer Khattabi ka thonë, ki da parë, ka thonë jo. Rruga, ki morë me ta. Pse o vëzri ka përmenç të tri gjëra? Ja. Se zhveshet, i afrohesh gjërë, i afrohesh. Kur ti afrohesh tu, ka dale. Se që ki që kana Ibrahim ibn Adhemi, as Malik ibn Dinari, as Ebu Hanifja. Ki kana filane që. Aha, për 10 euro shka të bajka. Me kanë 10.000, me kanë 1 milion, Zotin arrujt. Allah në arrujt iman, ja Rabbel Alemin. A dhe vëzët, ne i shojmë zërë kur ta afrohesh. Jo pilar, këtë mirë duken, apo? Pilar sirat duken. Ka qenë një djetar, o kanë humorist në kuptimin pozitiv të fjallës. Ka se ka disa njës e kuptojnë humorist, shka bëjnë aktor. Jo. Ka qenë argëtus. Edhe ka ardhë njëri të Sha'biju. Edhe i ka thonë, o hoqë ma banë Allahve, se pilar kur të pash mu duke si gruje. E ka do shtë aranoje hoqën. Ka thonë Anive s'ka problem. Po të ma bajsh e ti ka thonë Allah se edhe mu njerë mu duke si burë. A e kuptove? Ti kujtove që jam gruja, ma e vërtetove që jam burë. A unë e kujtove që i burë, më dole gruja. A e kuptove se kur ta afrohesh isha gjërat. Për këta syje, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar njerëzit që ta afrohen te e vërteta, sepse kur ta afrohesh te vërteta e shef, kur ta afrohesh te karakteri, kur dash parë me ta, kur ta kish kojshi, kur të kish raport me ta, kur të udhtojsh, a keni po njëri kur udhton? E merr udh, edhe ka për shumë net 5 ditë, 10 ditë, 20 ditë me ta. Apo, edhe tash çdo ditë e nxjerr ka një karakter. Ka dalë thot, e ti e merr vesh për shembull shka he grua vet me ta. Ti thua insan, çfarë shaban me këtu? Pse? Se ti e zbulon tani. A për shembull veç në kafe 5 minuta ket janë me laçe mashallah te barakallah. Kur të jetosh me ta, a vëzë njeriu kur të martohet, kur bën vezër, kur bën dosta, do të më jetu me ta. Nuk jena për mu shminkuar me njëri tjetrin. Do njeriu me nxjerr të vërtetën, çashtu që shoh. Por këtë arsye ti gjen shokët e pejgamberit alayhis salam, të vërtetë janë kanë vëzë. Të vërtetë janë kanë. Ka ardhur njëri te pejgamberi ka thonë ja Rasulullah, a më lejon me bon zina? Sa njëri ti vjen krije një diçka, ama stakfirullah. Stakfirullah, aja ka ditë stakfirullah. Po aja ka thonë e vërtet, ja Rasulullah, po du me ma lejue. Vërtet o kone. Aja nuk kam shef. Aja ka boni më katë, ka arë ka kalzu. Qështu, qësh është tatimi. Për këta syja ata janë konë sahabë. Aja ka kalzu. është i drejt me Zotin e Madh te bareke ve teala. Ne zhitemi ma fell më katë, a me e lujmë rolin ati që ka zbanë më katë. Dhe këtu është ajo ndarja. Ata janë transparent me vetën. Ata i shkojnë vërtetë që aty qysho. Për këtë arsye vëllezër, besimtari duhet në hijen e këtij ajeti që ta mëson se të vërtetat bëhen sa më të qarta dhe më të dukshme kur ti afrohemi atyre. A pilar ka mundësimin a rrejtë syni dhe e kundërta. I shohim shumë prej gjërave që janë duk të mdoja, kur ti afrohemi dalin ndryshe, pra që kanë bojnë me rrejna dhe biftane dhe trillime. Ti është e thu, s'ka në qashtu. A dhe kalumën e kanë përdor djetarët, kanë thonë njëriut nuk i dihet kapacitet dërsa flet. Apo, njërë ka mundësi me nejt i heshtur, ka mundësi me nejt i heshtur. E ti përshimë nuk i di kusha. Apo, e me thonë njëri përshimë, mos folë se kja hoqë, djetari madhë. Ama ja lasë të folë, ama të karnejt tije. E ti shtë e respekton e nderon, apo. Zakonisht, djetari rrë dhe i heshtur shumë. Shumë për djetarëve ka nejt i heshtur, tanko, ka folë shumë pak. Apo, se heshtë është e përbashkës mes dijes së madhe dhe ignorancës.
Edhe tash, çish e zbulon ti që veç e thu, fol, apo sikur që ka ardhur një njeri te Ebu Hanife rahimahullahu taala. Edhe e ka pas pamjen e madhe, ka thonë, ki Allah alem kush atë një dietar i madh, se çka pas Facebook mi ditë kush çka është. Edhe i mbledh kam te Ebu Hanife rahimahullahu taala. I mbledh kam se Allahu alem kush ka ardhur mysafir pi hoxhi i madh, dhe çfarë ka bë? E ka kry dersin, edhe në fund e ka bëj një pyetje. Çka problemi ku të fole? Është nxjerr pa. Ka thonë o imam, du me bëj një pyetje. Shumë kam mbledh kë. Ja teston, ja provokon. A dia. Edhe i ka thonë, mos me përëndu dilli, kur e prishna iftarin? Ka thonë, veç t'i liroj kam, se unë pina. Shka në djetarë dhe unë pale kujtojë që për këta si kur të flet njeri ju eshe, kur të kish manovër me ta, raport me ta, të eshe se qëfar është. Për këta si Allahu subhanahu wa ta'ala i ka vendosur gjërat me domethanit e veta dhe jo me qenjit e vetja. Tjetra dhe zërë që e kumtojmë në nëhijën e këtja jeti, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul. Nuk është Muhamedi alayhi salatu wasalam pas i dërguar, edhe para ti ka pas të dërguar. Shikoni vëzër, thot Allahu subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Në surën Saba ayat 28. Thot Allahu te bareke wa taala, o Muhammed, ti nuk të kemi dërguar pos i dërguar për të gjithë njerëzit. Kafa, për të gjithë njerëzit. Bashiran wa nadhira. Edhe për gëzues, edhe qortues. Vini dhe vëzër, të gjithë ata të cilët kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë jetë afër atina, kanë ditë me nda në mes njerëzillokut pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe në mes të vërtetës që e ka ai. Kanë ditë me da. Çish kanë ditë me da? Kanë ditë me da si Muhammed, njeri insan, pi gjakit, pi mishit, ha buk, pi, martohet, tel nevojtore, zoti ju nderoft, kitë që ka i ban insani. Kjo është pjesë, kanë ditë me dalu, dhe pjesa tjetër, pejgamber. Ki bartë mesazh. Kanë ditë. Këtu njerëzit ngatrohen shumë. Apo, gjithmonë e perceptojnë një diçka në maksimumin e përsosmërisë dhe në momentin e parë që ju bje pak standardi, çka thonë, sa kam menuar çështu. Apo, por që më plot me njerëz e manojnë hoxhën, ai demek nuk ha, nuk pi, jo, edhe pi, apo. Ata por shembull ti e sheh por shembull shumë për njerëzve pak me pa diçka te hoxha, apo, edhe pse tash tu thojza, travia ka plot që e ka përcen limitin, apo. E hoxha do me pas standardin që është veshët, standardin që është rri, standardin që është flet, standardin që është këshir, standardin si krijon raporte me njerëz, kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, po a ka mundësi me dal për njerëzillokit jo? A i pijet edhe hoxhës çaj i pijesh, është me thonë, a dhe ti pi qaja? A o kremone, s'folim o tije. Po jo dhe qaj, hoxhë edhe ka familjen e vetë, i ka vlatë të vetë, i ka halët të veta. Po, kur del pi disiplinës kompleta, jo, mesele tjetër. Për shembull, nuk ka mundësi ti me pa hoxhën me teshet e një djali tri. Sa e mundur ajo? Njëri thotë, po unë e di nja, po leja i katallashit. Më po vlojnë për njerit disiplinum, i cili e di se ka bartë mesazh, dhe kjo mision, dhe kjo është përgjithësi për para Zotit Xhelel Xhelalu. Apo, ai nuk gushtohet nga ajo që kanë gushtohen njerëzit, se e run kodin. E run kodin. E run mesazhin. Mirë po, përsosmëria, apo, ta quajmë me fjalë, ai sireti me laçës, çka mund ta krijon njeriu për dietarin dhe hoxhën, është e gabuar. Sepse ai siret i me laçës e pastërtijës, shiltërsijës është e vetë e vërteta. Jo ta që ka e bartë. Jo ta që ka e bartë. Andaj sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam e kanë ditë me dallu kush ata të afërmit. Ebu Bakr Siddiq, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhu, Bilali, këta kanë ditë me dallu. Ka thonë kjo pejgamber si njeri, po edhe ka mesazhin. E ata që kanë qenë më larg e kanë madhnu trupin e tij si Muhammed. Andaj në momentin e vdekjes, dhe vini dhe vëzë sa është interesant ajeti. Lezon ajetin në surën ajetin 144. Është shumë rëndësishme që ta lexoni tani në këtë kuptim. Vini dhe çdo njeri që ka jetuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ka jetuar nga tatina, si Ebu Bekri dhe Omeri dhe Uthmani dhe Aliu dhe të tjerë sahabëve të mëdhenj, kanë ditë me dallu që kjo pejgamber njeri dhe mesazhi i tij është tjetër. Ata larg, ata e kanë menuar vetë pamjen e tij, apo janë lidhur për pamjen e tij.
Çka ka ndodhur? Momentin që ka ndrujet ka dalë që kjo kush e ka dit me dalu njerin për i vërtetës dhe kush e ka po të vërtetën vetë njerin. Qysho dhe zë e jetin wa ma Muhammedun illa rasulun, Muhammed a.s. nuk është tjetër pos i dërguar. Kad khalet min qablihi rusul, shumë të dërguar ka pas para tina. Vini re, e fe immate au kutil, nëse vdes apo vritet, in qalabtum ala aqabikum. A dilni ju? Shiko sa shpejtër. Nëse vdes apo vritet, a e lini udhën? Pse? Sepse krejt ata të cilët janë lidh për trupin edhe madhështinë edhe autoritetin edhe famën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për trupin e tina, me vdekjen e tina, kanë thonë, s'ka. U kri. Me fjalë të tjera, ata kanë menu që u sos islami mo. U sos me Kur'an, me ketë mo, qaq. Apo u kri epizoda mo. E kipo kur dalët filmi? Bol interesant ke, ama jetuan të lumë të në fund. Ama nuk është shtu feja, vëzër. Jeta nuk është shtu. Andaj, shikoni vëzër, njeri mas shumë që ka qenë afer pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kush është ai? Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafa radhiyallahu an, i pari njeri mas pejgamberëve që hin në xhenet. Allah na bëf kushime ta ya rabbal alamin. Çfarë ka thonë vëzër kur ka vdekur pejgamberi sallam? Se ky, çfarë ju ka thonë njerëzve? Çfarë ju ka thonë? Këtë fjalë që na shpesh e dëgjojna, po tash kuptojnë në hijen e kësaj na. Ka thonë, men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedin e selam ka vdek. Pra kush e ka një lidh për trupin e tij, për qenjën e tij, për autoritetin e tij, ki vdiq. Ha? Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kush e ka adhuru Zotin e madh, Allahun e madh, Jelle Jalalu, Allah është i gjallë, nuk vdes. Ha? E kjo të ka dhënë çfarë? Se Abu Bekri ka ditë me dallu që kjo pejgamberi ka ditë që një ditë vdes. Ama a lidh për mesazhin e tina. E ata tjertë më lartë që ka po janë lidh për trupin e tina. Andaj shumë pejtëre mas vdekjes pejgamberit sallam, sidomos bedeuit, arabët e ndacak kanë dezertu. Ka thonë, shka mo? Kuri, shka u vdiq. Ama ka vdek njerëz, ka vdek mesazhi. Andaj dhe zërë dhe muslimarët mu lidh për Kur'anin, për manan e Kur'anin, për fjalët e Kur'anit, për andaj shiko pejgamberi sallam ka thonë, e'udhu bi kelimatillahi tamme. Unë e kërkoj mbrojtjen me fjalët e Allahut, se fjalët e Allahut janë cilësitë e tira. Ai ka fol me fjalë, subhanahu wa taala. Po këtë asio vëzër, aq më shumë që e kanë njoft njerëzit prej afër Muhamedit alayhi salatu wasalam, aq më shumë kanë ditë me dallu mes njerëzorës së tij dhe të vërtetës së tij. Dhe aq më lart kanë qëndruar prej tina, janë lidhur me famën e tina, jo me mesazhin e tina. Kur është zbulu kjo? Kur ka vdek. Me momentin e vdekjes ka vdiq, s'ka më mesazh. E kush e ka bart mesazhin e tij pas tina vëzër? Abu Bakr as-Siddiq. Andaj çish quhen pasardhësit e menaxhimit shtetit dhe të islamit, mos më thon khalife. Çka është khalife vëzër? Khalafahu është bartja e asaj që ka pas ki, unë e çoj. Sigur kur i thotë dikush kështu. Merresh ta që e deri te dera. Te dera jap çdërkuja e bën. Apo. Andaj dietar kanë thënë, khulefat vazhdojnë me përcjell mesazhin e pejgamberit sallam, gjithçka ju takon përveç se janë pejgamber, s'janë. Nuk ka pejgamber. Ebu Bekri gjithçka i ka taku me zbatu që ka zbatu pejgamberi sallam. Prej ligjeve të Islamit, prej ligjeve të Kuranit, prej ligjeve të Sunetit, përveç sa pejgamber, nuk ka pejgamber. Andaj kështu duhet ta kuptojmë librin e Allahut subhanahu wa taala, që të lidhemi me manat e Kur'anit, të lidhemi me manat e Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj do ta shohim na edhe shumë prej argumenteve që kanë ardhur se shokët e pejgamberit alaihi salatu wasallam kanë qenë të lidhur për mesazhin e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe më e qartë në këta ka ardhur ajo që ka ardhur nga Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, kur një prej fisëve të arabëve pas vdekjes pejgamberit alaihi salatu wasalam kanë lajmëruar khalifën Abu Bakr as-Siddiqun, kanë thënë masi ka vdekur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne nuk japim më zakat, sepse zakatin e merr veç pejgamberi alaihi salatu wasalam, edhe na nuk e japim më. Atëherë Abu Bakr as-Siddiqu ju ka thënë atyre letër, edhe ka thënë e jepni zakatin krejt, qoftë edhe një tërkus nëse të bie me dhon. Apo se po ndihj ka thënë nuk jam khalife. Dhe ju ka thonë, kush nuk nështrohet, e luftoj. Dhe disa ka kundërshtuar Omer Khattabi, ka thonë, që lufton djata? Ka thonë, luftoj, a jam khalife. Andaj shikoj, e ka kuptu që unë tash e realizoj që këtë do me thanje të vërtetës. Dhe çfarë ka ndodhë?
është nështru, kush është nështru, disa prej tyre kanë mbet. Dhe janë përplas, kanë luftu me Ebu Bekrin. Dhe normal që ushtria Ebu Bekrit kanë vra disa prej tyre. Kur janë vra, janë nështru disa prej tyre. Dhe pastaj kanë thënë tamam, e jap në zakatin e ti. Mirë po, Ebu Bekri kur i ka nështru ata dhe ka bërë marrëveshje, që tani u kri, hupët fitum. Ato kanë thonë, humbëm, ju fitut, do të japim zakatin. Ebu Bekri ka thonë, jo. Ala jo. Ka thonë, nuk ala si na morvesh. Ka thonë, qish më morvesh? Shikon që ju ka thonë dhe zë, çfarë fjale? Që ta kuptosh, yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati, Zoti dëshiron që të vërtetën ta plotson me fjalët e veta. Andaj ka thonë jo. Ka thonë jo derisa të besoni se të vrarët tonë janë në xhennet dhe të vrarët tua janë në zjarr. Të do më thonja. I të shme thonë, ani be hale që fitut ju, na hupëm, ju na vrajtët që ju fitut. Jo, ka thonë. Pra ka pas për qëllim t'ja nështroje shpirtin ndaj të vërtetës. Jo, ta dish se gabimi ka. Ti dush mi u nështru Kur'ani plotësisht. Ç'ishte nështrona plotësisht, ka thonë? Ka thonë bindu se që i vramin safet e juve në xhenem. Derisa kanë thonë, u krit vrarët e tonja në xhenem. Tash ka thonë. Pse? Që nështrohet njeriu të vërtetës. Të nështrohet njeriu të vërtetës. Për këtë arsye vëllezër, njëra prej argumenteve cila ka qenë është se edhe një argument tjetër që e kanë nxjerrë dietarët nga kjo. Se Abu Bekri ka dashur atë mos që tut në shpatës time. Mos që tut se kjo shpatë ditë sa. Musliman kanë pas shpatë, musliman kanë pas forcë. Musliman kanë pas autoritet në botë, sot se kanë. Nuk e kanë. Allah e mundsoft me e kthye. Që me pas njëzë krenarinë e vetë. Musliman me pas kush doje lu me musliman. Çka doje ba, do e shifni. Dhe shikoni, inshallah Zoti na shpesoj mirë, po në botë nuk ka shenja të mira. Nuk ka shenja të mira. Wala ula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard. Mos me qenë se Zoti Allahu xhelal thot ne i përplasim disa njerëz me disa të tjerë, shkatërrohet toka. Mirë po, e ardhmja, vitet do të kallzojnë se bota vëzë nuk shkon nga selameti, shkon nga katastrofa. Apo, dhe njerëzit tek çi duhen me pru katastrofën e madhe. Andaj besimtarët duhet të kanë shumë i vetëdijshëm. Për këtë arsye Abu Bekri ka dashur me thonë këtë, mos u tut pi shpatës. Mos u tut pi asaj. Ti duhesh me besu se e kon gabim. Ti duhesh mu bind shpirtin tan besoj. Andaj ka thonë, jo, beso se ai që ka vrar ka safiem në xhenet, se ja kon të mbrojt pejgamberi alayhis salam dhe kuptimin e pejgamberit sallam. Dhe ai që ka është vrar pi juve duke luftu për mos me dhon zakat, ai on xhenem. Dhe shumë pranu këta. Për këtë arsye vëllezër, sahabët e pejgamberit alayhis salam janë rrit në çfarë? Në ndarjen mes të vërtetës dhe bartësit të vërtetës. Këtu vëllezër ne kemi edhe disa prej argumenteve dhe mësime, dhe sa do të shtyjmë për ligjëratat e ardhshme. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelal na mundson që të ndajmë në mes të vërtetave ashtu siç ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në fjalët e tij në Kur'an. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na mundson që të jemi kallop i mirë dhe ofertë e mirë dhe bartës të mirë të vërtetave të Zotit te bareke ve teala. Elusim Zotin e madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të ndriçohemi me këtë libër të madh, me Kur'anin e Zotit te bareke ve teala. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon muslimanët ku që janë në përbot. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu, pasi që jemi duke ju afruar Ramazanit, Allahu na mundson që të hyjmë në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelalu na mundson që ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim ata. Dhe ta shohim të kotën si të kotë dhe të shmangemi asaj. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala që Allah të shpërblej për kudo që ja kemi qelluar e kudo që kemi gabuar, ka qenë prej gabimeve tona dhe gabimet që na ka nxjerrë shejtani. Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.